Në qytetin e Vlorës duke u ndalur pak tek situata ekonomike, përveç asaj që diskutuan deri në këto momente është prekur, ky qytet nga ajo që është prekur gjithë Shqipëria, shpopullimi ka probleme me largimin e të rinjve, ndonë se është një qytet bregdetar me rivjerën e mrekullueshme ku vizitohet jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga shumë të huaj. Si paraqitet situata në Vlorë, situata ekonomike? Ju keni prekur, sigurisht keni kandiduar atje, keni parë nga afër terrenin. Pa diskutim që nuk është apo edhe Vlorën do ta mbushin me të huaj. Të huaj në kuptimin e fjalës punojnë skrau. Jo, po shumë mirë the faktikisht edhe për ta nisur nga ky e fundit, në qytetin e Vlorës po të shkosh gjitha strukturat hoteliere ose ato që ofrojnë shërbimin e turizmit, po themi në pjesën e Bearit, janë të gjitha të mbushura me të huaj. Nuk ka më shqiptarë që punojnë në këto struktura sepse nuk ka më të rinj të reja këtu për që të punojnë, janë larguar të gjithë. Për fat keq kanë ardhur njerëz nga jashtë, nuk është se jemi kundër, se ne jemi një vend që kemi emigruar vetë dhe nuk diskutohet që do t'i mirëpresim, por është fatkeqësi që sot fuqia punëtore të largohet, shqiptarët shkojnë punojnë në Itali, në Greqi apo në vendet e tjera europiane, dhe këtu të vinë njerëz nga Myanmari apo nga Bangladeshi apo nga Uganda apo nuk e di se nga disa vende që janë krijuar në agjenci që i sjellin këta tashmë. Mendoj që situata ekonomike nuk është as pak e mirë, sezoni turistik që lam pas nuk ishte sezoni turistik i pritshëm edhe për operatorët turistik, por edhe në shifra konkrete ka qenë një sezon me të paktën 20 apo 25% më pak të ardhura nga par vjet, po themi, nga 2 vite më parë. Dhe nuk është projeksioni nuk është as pak i mirë sepse për të vërtetën janë të ndërthura pak problematika, mungon infrastruktura, mungojnë atraksionet e tjera mbi të cilat turistët do duhet të vinë, nuk mjafton vetëm që ne të ofrojmë detin e bukur dhe strukturën akomoduese, do duhet që këtyre turistëve të ofrohet shumë më shumë. Për fat keq këtu nuk ka sepse infrastruktura, po themi përreth qytetit të Vlorës është një infrastrukturë që i takon shumë viteve më përpara. Është pa prekur, pa brenda qytetit vet ka problematika të jashtëzakonshme, furnizimi me ujë të pishëm siç e keni parë është një problem tjetër. Zona turistike e pjesës jugore të qytetit Vlorës që shkon drejt radhimës Orikumit, Dukatit, ka problematik me furnizimin me energji elektrike gjatë vitit. Pra janë një sër problemesh të cilat nuk premtojnë një sezon të ardhshëm të mirë dhe një sezon ekonomik të mirë, një vit ekonomik të mirë për qytetin e Vlorës. Sigurisht është për të ardhur keq, sepse thash edhe një herë, propaganda përpiqet të jetë gjatë gjithë kohës shumë aktive për të thënë që në qytetin e Vlorës është investuar shumë, por fatkeqësisht edhe një herë, infrastruktura e brendshme e qytetit dhe infrastruktura që lidh qytetin me gjithë vijën bregdetare, janë gati 90 kilometra vijë bregdetare në qytetin e Vlorës, është lë shumë për të dëshiruar.